Të gjatë, fillime të reja dritë jeshile. Universi do t'jap një dritë jeshile, do eci përpara, gjërat mund t'i ketë të ngrira, por do ketë fat, do jenë shumë e fat shigjetarët. Bëjmë shenjën e Briciapit. Briciapi ka ndirë vetëm pak të bllokuar bllokime mentale, por në fund fare do dali e fituar. Briciapët, shere, debate, konflikte, konkurrencë duhet të shmangin konkurrencën. Ne kanë ndirë vetëm pak të bllokuar, si në punë, si në dashuri, si në profesionin e tyre, bllokime mentale, po duhet të çlirohen. Do ecin përpara, gjërat mund të kenë pasur turbullira, por do kenë qartësime, do ndërçojnë yjet përsëri. Duhet të ecin përpara. Janë në kërkim të diçkaje, duhet të presin dhe pak, do vi dhe koha e tyre, nuk janë sigurt, nuk janë stabër, do thonë ndoshta po, ndoshta jo. Shumë thashë dhe me kanë pasur në ajër, por një energji pozitive po i vjen. Fejesa martesa, plani me 3 dhe në hyrjet e shtëpisë do të diskutojnë, mund të jetë edhe një projekt, por dëshira e tyre do të bëhet realitet. Do kenë ngritje ekonomike, financiare, nëse kanë biznesin e tyre, do kenë ngritje në biznesin e tyre dhe në fund fare do dali dielli për Briciapin, do kenë një energji pozitive Briciapët. Pavarësisht që mund të kenë pasur situata të vështira, dielli do i përfshijë të gjitha, do i digë të gjitha të këqija dhe do ecim përpara. Jemi te dy shenjat e fundit, ujori dhe peshqit. Po. Ujori këtë javë do ketë një mingarkesë, do jetë super i mingarkuar, por përsëri do e marri veten, do e kapi situatën në dorë. Me një vendimari do marri një vendim, do largohet nga personat materialistë, do i kuptoj që shiko se unë kam pasur një shoqëri, po më ka gënjer, më ka mashtruar, më manipuluar nga personat negativ, do jetë pak konfuz, do eci përpara, pavarësisht situatave që mund të ketë kaluar, do stabilizojnë gjërat, do përballet me persone që janë xheloz. Në dashuri mund të kem pak krisin në partneritetin e tyre, por dhe në punë do jenë diçka mirë, do përballen dhe me persona që janë xheloz, në fund fare do plotësojnë dëshirat e tyre. Do të thonë, do ketë një stabilitet edhe shenja e ujorit. Tani, peshqit. Peshqit kanë derdhur lot, kanë lotuar një prishet planesh falimentim dhe janë shumë të vrarë shpirtërisht, mund të kenë derdhur lot gëzime ose i dërimi, mund të kenë kaluar do një smundje, do një vdekje, do një operacion, probleme shëndetësore, mund të janë vrarë dhe shpirtërisht në dashuri, të rënduar nga ana psiqike, psikologjike, por në fund fare do dalin të fituar, do marrin lajme të mira, fejesa martesa tavolin ditëlindje, do kenë një ngritje ekonomike, janë në pritje disa lajmeve, do kenë një stabilitet, do ecim përpara, duhet të ecim përpara, pavarësisht që situatave që kanë qenë, do ecim përpara. Por, pavarësisht të gjitha shenjat e horoskopit, mund të kenë një pengesë gjatë këtyre jave, por në fund fare do të shlirohen. Të gjitha? Të gjitha, po. Kush është shenja më me fat? Shenja më me fat do jetë akrepi dhe binjakët për këtë javë. Ku do jenë më shumë me fat? Tani ti thua ku, në punë, dashuri apo në shtrat? Jo, ku do jenë më shumë me fat? Në punë, dashuri? Në marrëdhënien e tyre, mund të jenë edhe në punë, edhe në dashuri dhe në biznesin e tyre. Kush është shenja më dominuese? Dominuese ku? Çfarë vendi? Në shtrat, Elena, shtrat janë kurioz njerëzit. Demi dhe akrepi. Demi dhe akrepi. Për këto javë do mbaj rekord Demi dhe akrepi. Po. Më me pak do jetë gaforja, duhet të jetë e kujdesshme. Gaforja dhe shikonja dhe peshqit që duhet të ketë kujdes edhe peshqit, për arsye se mund të ketë edhe një prishje planesh falimentim në punë të fare. Erdhi momenti shumë pritur me Elena Domallarin, ashtu siç e thash në episodin e radhës, dash për lajmërimin sot do të marrin në telefon të gjithë ato që na kanë kontaktuar, do tregojnë historinë e tyre dhe ne do ta shikojmë me letra tarot. Elena, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëre, nisi është një gocë. Po. Që nuk
Nuk do ta themi se kush është? Jo, absolutisht do marrim Do ruhet privatësia, e po. çto. Përshëndetje dashur. Përshëndetje Klea. Atëherë na keni kontaktuar për të treguar historinë dhe Elena ta shikoj atë. Po, patjetër. Atëherë mund të nisësh, Elena po të dëgjon. Okej. Unë dhe ajo njohëm përmes shoqërisë dhe pas pak kohësh filluam një lidhje. Ishim bashkë rreth një vit dhe në fillim gjithçka dukej perfekte. Flisim çdo ditë, bënim plane për të ardhmen dhe unë i besoja plotësisht. Pas disa muajsh fillova të vija re se isha bërë ndryshe. Ndite shpesh pam treguar, nuk më kthente mesazhet. Si më parë dhe e mbante telefonin gjithmonë larg meje. Sa herë e pyesja më thoshte se po e teproja dhe se isha xheloze pa arsye. Një mbrëmje një vajzë më shkroi dhe më dërgoi foto e biseda që tregonin se ai kishte kohë që fliste me të dhe madje ishin takuar disa herë. Në atë moment u ndjeva e tradhtuar dhe e zhgënjur. Kur përballa me të fillimisht e mohoj. Por kur pa prova të pranoj të kërkoj falje. Edhe pse e doja shumë, vendosa ta mbyllja lidhjen. Nuk doja të vazhdoja me dikë që kishte thyer besimin tim. Ndarja ishte vështirë dhe për një kohë kishte të vështirë të pranoja, por me kalimin e kohës tova se ishte vendimi i duhur. Sot jam përshëndruar tek vetja, jo provoj të mësoj se besimi dhe respekti janë baza e çdo marrëdhënie dhe se nuk duhet të pranosh kurrë tradhtim sa të shumë ta duash dikë. Po, Elena, mund t'i flasësh? Po, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë dua të shikoj pak energjinë, po duhet më japësh shenjën e horoskopit për të parë energjinë tënde dhe Të lutem se nuk të dëgjoj mirë. Përshëndetje, dua të më japësh shenjën e horoskopit për të parë energjinë tënde dhe energjinë e personit në fjalë që keni qenë në lidhje. Patjetër, shenja ime është shigjetari dhe ai është akrepi. Okej, do bëjmë në fillim fare do bëjmë parashikimin tënd, shigjetarin për të parë energjinë tënde, pastaj për shenjën e akrepit. Patjetër. E dëgjon Elenën? Po. Okej, super. Atëre, ti si person ke qenë gjendje ankthi, gjendje stresi, energji negative, mendime të këqija, konflikte me veten tënde, po duhet të heqësh mendime të këqija. Ke pasur pengesa gjatë jetës tënde, por do i kalosh me sukses. Pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, fatin në prej me gëshër, të shkojnë gjëra diku dhe të priten mes. Do zbulosh gënjeshtra, mashtrimi, manipulimi, intriga.